Edhe këto që po bëhen tani nuk ka ndodhur as të kola me zogut. Unë studion në jashtëzakonshme. Çfarë bën mor jep Sazani? Kush je ti mor zotëri? Kush je ti mor zotëri? Ishull e Sazanit strategjik. Kush je ti që hoqë ka përdorimi 78 hektar të pashalimanit edhe oligarkët? Kush je ti që në lemonin e Sarandës është ndeke penale? Kush je ti me shënjirin? Kush pjesë e këtia hetimi edhe presidenti jonë i famshëm, ku ka qenë shefi shtabi përgjithshëm ka firmosur, janë gjitha libri po tani, të shkruara me data, unë flas vetëm me fakte, me data, me ngjarje, me Kolonel, po, edhe kanë kërcënuar. Edhe kërcënojnë, në forma ndryshme. Ju kanë kërcënuar? Po. Kërcënojnë direkte, fëmijët dhe anë, nuk kanë qa më bëjnë. Pik! Turpi që atyre. Jo ujimi dhe shokët mi atletarë. Jo, shikojët i Edi Rama, këtëra po jo, sa vjetra, qindra u ka dhënur pensionën të posaçëm çdo vit. Asë një kuadër i mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare nuk e ka dhënë. Na urren se mbrojmë atë deun dhe sigurinë kombëtare. Mund të lihet pa i dhënë ky pension i posaçëm herojit që bllokoi dhe anulloi marrëveshjen e detit. Mund të lihet. Mund të lihet. Pasha, kolonel Pasha. Ku asë zënjë e gojë. Dhe tani, ministri i mbrojtjes së Greqisë para një muaji ka shpërën hartën e re dhe ajo hapësirë që kushtetuta jo në ka hedhë poshtë e ka vënë në hartë. Edi Rama nuk reagon. E kupton apo jo? Ajo shumë të thella, djalor, nuk janë të shkputura. Prandaj deti, te Sazani, te Pashalimartë, forca Ramatos nuk ekzistoi fare. Nga 9 veta për 17 general. Një general i takon 260 veta, 260 veta grada maksimale në major. Shi do këta generale, ka ligje. Ka ligje më të matematik. I përdor për firma për të vjedhur pasurinë e tetrave. Pashalimartë me shok. Prandaj shumica atyre janë. Ai, more, Kolçaku ishe shtatë u bë jashtë ligjit. Sa më gotë e parë u bë shtatë përgjithshëm, zvën se atia gjëran në dyje. Ku mund të ndodhë kjo punë, doktori shkencave, tjetë e profesorit. Manu Shaqja zvën se shtatë përgjithshëm, gjëran në dyje, a i vjerë shtatë përgjithshëm, pa kaluar koma brigate, divizionet, shkele flagrante të ligjshmërisë, dhe e bërë deputet, ndiqet për penalisht për Lemonin në shëfara, dhe emron ambasador në Bruxelles. A kupton dhe në shbët? A kupton shbët? 2 generalë të cilë ka probleme që ndiqen në spak, të 2 janë njëri përvashtu në NATO, tjetër në Mojës, janë emro kote fundit. Bravo i qotër me Qollarit. Ishtë komandë përgjitare. Në atë kurajet fuqishme në shtyp, po i zjedh bojën kësaj politike antikombëtare për të Ramatosura. Pra, thoni ambasadës amerikane, është alarm. Nga cila do të merren masa urgjente për të shmangur kërcënimet civile. Pikërisht te kjo e kisha për ta mbyllur me ambasadën, sepse ambasada pas paralajmërimit sot ka njoftuar që mendimin e saj, pra kontributi i Shtetit të Bashkuara, ka vendosur pajisjet e reja në Rinas për sigurinë. Tani ka bërë hapin e dytë. Po ne çfarë hapash duhet bëjmë? Këta ka bërë vetë që ne të goditemi. Ju ka zhbërë hapa. Se këta Shqipërinë ka lënë të zhveshur. E shesh ato dhe apo jo? Mera me Amerika, dhe pse? Sepse aeroporti është objekt kryesor goditje. Dhe në pletë aeroporti mund të një rrugë ku vit terroristët gjoja me të kamufluar të hynë në Shqipëri. Por ajo me siguri do ka vënë dhe vëdhe tira që ki shpreh. Sepse objekti kryesor janë institucionet amerikane në Shqipëri dhe elementët dhe dislokimet iraniane, njerëzore dhe çfarë ka në Shqipëri. Dhe mund të hash ti dhe unë. Nuk kam frikë para. Unë s'kam as frikë. Unë nuk kam frikë asgjë. Dhe prandaj Amerika shoka ka thënë ja ka thënë Edi Rama letërim e avionit. Ai letërit pi kafe presidencë, ajo me në masa urgjente në Shqipëri të afërgjumë. Dhe kundërshtojnë
të dhënat që jep ambasadën amerikane. Që në ambasadën amerikane brenda, unë kam që në ato fushave, sa janë brenda kësaj fushe, janë brenda organik. E si mund të flisja pa ambasadën amerikane të njoftim zyrtar? E kjo kundërshton? Anormal kjo më kështu më. Si mund të kundërshtosh ti më të dhënën zyrtare që jep Amerika, kur ti Amerikën thua jam alati kryesor strategjik i Shqipërisë, jam NATO, ti kundërshton të dhënën informative zyrtare që jep shteti amerikan. Ka me skandal. A kupton çfarë gjë është, kriza është ai njeriu këtu vend. Çdo njeri si është e kupton, nuk ka nevojë vetëm shumë. Unë jam rritur ora 4, punova deri në 7, u mbështeta tani prapë te kompjuteri. Është kushe e jetës time, nuk kjo është jeta ime. Kështu që fillova që 14 vjeç, arsimime brenda e shtetit, dhe është orë. Pra, në drejtimin e institucioneve sigurisë dhe mbrojtjes kombëtare, ashtu si në drejtim politik, në drejtimin ekonomik, diplomatik, duhet vinë bijat e vërtet që janë arsimuar, kulturuar dhe ka dhënë prova dhe janë shkesar kësaj fushë. Kur e kap llumi si shtot Bedri Islami, ja fundi Shqipërisë. Llumi ka përshon Shqipërinë. Kolonel, ju ndalët pak më parë tek fqinjët, tha që Greqia publikoi hartën e re me zgjerimin e ujërave territoriale, ndërkohë që lart Serbia mori raketat kineze. Po, ajo Serbia mori raketat kineze, ka marrë dhe avion nga Franca. Serbia po kthehet në superfuqi e fuqishme jo në rajon, po jashtë rajonit. Me një buxhet, me një planifikim të shkëlqyer për qëllimet e saj agresive, strategjike në Ballkan, me objektiv kryesor Kosovën dhe Shqipërinë, këto dy janë kushat e saj. Edhe Shqipërinë. Dhe Edi Rama botoi qose pa atyre, që Kosovën e kishte pika në kufit dhe shpërtheu gazeta Bota Sot dhe në Kosovë, që Kosova me ato pika që bëndaj, të regonde që është akoma pjesë krajine autonome Serbisë. Skandale, qarë kemo një, qarë këtë kemi kryeministër më zotëri, mirë keq, pse na turpronë më vati. E ka fut Kosovën në krizë të plot bashkëpunimi Shqipëri-Turqi, në krizë të plot, mos besimi. Deri ministri i drejtësisë, që Gavalla, dio qarta, e kemi mbyllu këta. Pra, ky njeri që na ka futur mi brenda Shqipërisë, por na ka futur kombi shqiptar këtë krizë kaq të rëndë. Çfarë kërkon? Çdo ky me buqishin morë zotëri, i dërgon Bashkimin Evropian të firmosur nga ky dhe nga buqishi për integrim teknik në Bashkimin Evropian. Ç'punë ke ti me Beogradin? Beogradi pse e bën? E bën sepse me këtë lloj integrimi i shmanget kushtit që pa njohur Kosovën si do Bashkimin Evropian. Ja probleme thella mund e lo. Këto da bëjo, ndërsa Edi Rama, me këtë shmangën zbatimin e ligjit, që është kushti, këto da bëjo, pavarësia e ligjit dhe të gjithë një sopër e ligjit, që do të shmangi? Ai atë Kosovën, kjo vetë e këti Shqipëri, që ka shkatruar drejtësinë dhe ligjit Shqipëri. Unë nuk jam opozitar partish e individësh. Unë jam shkencëtar në fushën time. Nuk do të di fare kush është kryetar partish, cilat janë partitë, kush janë kryeministra. Mua më duhet atë dheu im dhe populli im. Jam komplet i shiruar. Nuk kam asnjë. Prandaj jetoj shumë thjesht, kam pat mundësi të jesh shumë i pasur, jetoj dhomë me kuzhinë, hajde shpëtime. Natyrisht bëj jetë të thjesht dhe komode intelektuale. Jam shumë i qetë, nuk kam as morë trup. Ka punuar dy sisteme nuk të jashtëzakonshme, si dhe bijtë e Shqipërisë. Edhe bijtë e Shqipërisë të mund, të cilë janë braktisur sot dhe nuk do t'i shoh me sy. Berisha Rama Berisha, janë bashkësoj, zihet ditën o tak natën. Kolonel, tani Trumpi tha që po e shqyrtoi me forcë tërheqjen nga NATO. Tani përballë kësaj situate, në raport me fqinjët, ne ku jemi? Po tërhoq SHBA-ja. Fatmirësisht po të hysh në Google dhe kohë shemrin tim hajronime e gjithë botuar shtyp. Me kohë. Që kur Trumpi bënte fushatën e për të ardhur në pushtet, ju e dini se në pushtet ai, edhe e thoshja, nëse Trumpi do të rivinë në pushtet, do braktisi Europën. Do jetë pikpyetje NATO, do filloj miqësi me Putinin dhe do braktisi Ukrainën. U realizoi të gjitha. Dhe kur reflekson universitet shtangën dorë të gjitha.
Trumpi